Aksident me 2 humbje jete. Çfarë ndodhi në Golem? Motori doli nga rruga dhe u përplas me bordurën. Një aksident tragjik me pasojë vdekjen e 2 personave ka ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm në zonën e Golemit. Sipas informacionit paraprak nga policia, ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:20, ku një automjet në të cilin udhëtonin 2 persona është përplasur fort me një bordurë anësore të rrugës. Përplasja ka qenë e fortë e si pasojë kanë humbur jetën në vend ngjarje të 2 personat që ndodheshin në motomjet. Viktima nga ky aksident është drejtuesi motomjetit Shteta SL 44 vjeç, si dhe pasagjeri që udhëtonte me të, i cili nuk është identifikuar nga autoritetet. Lidhur me ngjarjen, grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit, zbardhjen e shkaqeve të humbjes kontrollit të mjetit, si dhe për identifikimin e pasagjerit që ndroi jetë. Njoftim: Golem. Informacion paraprak rreth orës 00:20 të datës 25/8/2026 në Golem, një motomjet me 2 persona është përplasur me një bordur. Sipas aksidentit kanë humbur jetën drejtuesi motomjetit Shteta SL 44 vjeç, si dhe pasagjeri ende i pa identifikuar. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, si dhe për identifikimin e shtetasit tjetër.